Misioni i ri është për zhvillimin e Kosovës dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Prandaj, ne do të krijojmë fondin e punësimit. Por, çfarë është fondi i punësimit? Një investim për 1.5 miliard euro për qytetarët e Kosovës. Para të privatizimit që Kosova i ka në bankat europiane e që së shpejti do t'i riadresojë. Para të mbledhura nga burimet qeveritare dhe para që do të vinë nga donatorë e investitorë të huaj, të cilët besojnë tek ardhmja ekonomike e Kosovës. Fondi i punësimit do të ndihmojë bizneset të gjitha llojeve, të vogla dhe të mëdha. Fondi i punësimit do të jetë në shërbim të sipërmarrësve që ata të mund të nisin biznese të reja. Fondi i punësimit do të ndihmojë bizneset të vogla, siç janë dyqanet, lokalet në qytetin apo fshatin tuaj, që ata të mund të punësojnë sa më shumë njerëz. Fondi i punësimit do të jetë në dispozicion të çdo bujku në Kosovë, që ata të mund të investojnë në tokën e tyre. 500 milion euro do të investohen në sektorin e bujqësisë. Ky fond do të administrohet në mënyrë profesionale e transparente. Ju do të mund ta kontrolloni online destinacionin e financimeve. 200.000 vende të reja pune në Kosovë, një projekt i qartë dhe një leadership i guximshëm. Fondi i punësimit për një mision të ri.